Rreth kësaj është i pranuar 100%, për seancën tjetër do vim këtu dhe do të pyesni 360 gradë. Dakor? Ju s'po pyesja, unë po them që po them sot kemi ardhur për këtë, ka rendite kur të vim nesër hajde pyesin për atë. Fjala është për ju zonja ministre. Po. Faleminderit kryetari, ishit shumë i qartë. Deputetët kanë gjithë lirinë të përdornin të gjithë mekanizmat parlamentar, nuk ka pasur kurrë asnjë pengesë për komisione dëgjimore, për interpelanca, për gjitha dhe ju patjetër kush ka certifikat sigurie do i dëgjoj të gjitha detajet e hetimit që është bërë nga fillimi në fund, edhe për përgjegjësitë e sulmit, edhe ku ishte përqendruar sulmi dhe institucionet që duhet kishin reaguar, edhe hetime të tjera, të cilat patjetër mund të vijnë në dispozicion në një kontekst edhe në një tryezë të caktuar. Nëse jeni kaq interesuar, mund të merrni pjesë në atë seancë dhe t'i bëni të gjitha pyetjet. Patjetër, tani, po e shumë e qartë. Të kalosh nga një sistem me 5 shërbime online në një sistem ku ka 1620 shërbime online, pa tjetër që ka aty brenda investime, ka vullnet politik për t'i ngritur ato sisteme, ka edhe financim edhe buxhet, pa diskutim. Po ne kemi marrë përsipër që rrjetin digjital shqiptar ta ngrem për të qasur shërbimet më afër qytetarëve, për të luftuar korrupsionin, në doni ta dini për t'ju dhënë pjesës. A mund të përfundoj kryetari se tre burra që flasin nga vendi, është e tmerrshme. Po mira, mund të përgjigjem unë? Patjetër, edhe detyrimin për ta ruajtur. Dua t'ju informoj që digitalizimi i shërbimeve publike dhe shtetërore në Shqipëri përmendet sot në raportin e samitit të demokracisë si një nga 3 angazhimet e qeverisë shqiptare që ka luftuar thelbësisht korrupsionin. Unë pata fatin të isha në atë samit, edhe po ju mund të qeshni mose, ju kishit atë alo 800 doktor. E mban mend? Po mund të, a ka mundësi? Po mi mo, a i bët ju aludimet tuaja? A mund të ja përgjigje tani unë? Po mirë, kishe disha shqetësime të cilat unë po i adresoj. E ke problem t'i adresoj? Në rregull, nuk t'i adresoj. Po a ishin ato që ju thatë në lidhje me digitalizimin. Pyetja ishte, çfarë është bërë me buxhetin që ka shkuar për digitalizimin? Dhe unë po ju jap sot rezultatet. Unë pata rast isha vetë para 3 ditësh në samitin për demokraci në Departament Shtetit në Washington dhe digitalizimi konsiderohet si një nga 3 pikat. Më mirë, dakor. Ju e keni hallin për këtë terrorizmin lokal në Syri, se keni për ata, po s'ka rëndësi. Ne do vazhdojmë mund të jap në parim edhe në përmend disa përgjigje për disa pyetje që ju drejtuar edhe pse s'kishte lidhje me këtë. Sepse zoti Saljani ju thatë që nuk kishte sulme në sistemet e klasifikuar, po ndërkohë kanë dalë disa dokumenta sekret. Ne folëm për sistemet ku ruhen të dhënat e klasifikuara në drejtori që janë sistemet më veçme dhe deri më sot nuk ka informacion për sulme në këto sisteme. Dua t'ja jap fjalën drejtorit për një shtjellim. Sistemet që ju përmendni nuk janë sistemet